Gertën në dhomën e surprizave. Ua, 8 mars se sotë? Po, Kush më ka Gerta, ardhur? do ta zbulosh. Ta shko me ta përdur për të kesh, Gert. Do ken ardhur një nga... Si që shikon Gerta, ka ardhur kutia e Pandorës për 8 mars. Po, unë mendova se do vinte dikush nga shtëpia ime. Atëre Gerta, si ti e di, Më ka marrë malli shumë për çunat dhe prisja njërin për tyre sot paktën. e di, por mbase, nëse ti vendos që të hapësh kutinë e Pandorës, tek gjëja e mirë që ajo sjell, mund të jenë djemt, mund të jetë dikush tjetër që të ka marrë malli dhe do ta shohësh, por ki parasysh që nëse përfiton të mirën, të duhet të përjetosh edhe të keqen. Të kërkoj që nëse vendos të hapësh kutinë e Pandorës, ti dalësh nga e kundërta, pra Po, nga pjesa që hapet, bravo. okej. Dhe pyetja për ty Gerta është, a dëshiron të hapësh kutinë e Pandorës apo jo? Do me thënë unë përfitoj një të mirë, thatë, dhe... Ti përfiton një të mirë dhe bashkë me të mirën vjen dhe një e keqe që mund të jetë e keqe për ty, për shtëpinë, për ty dhe për shtëpinë. E kuptoj. Po sot në ditën e 8 marsit e gjetët që unë të tregoj një anë të keqe timen? Shiko, Gerta, ki parasysh një gjë, varet se si e shikon. Jo domosdoshmërisht kutia e Pandorës është diçka e keqe. Sidoqoftë, vendimi për ta hapur ose jo është i yti. Patjetër, okej, do ta hap. Do ta hap sepse mendoj që edhe kutia e Pandorës një herë të vjen në këtë lojë. Kështu që vendos ta hap. Atëre e hapim, Gerta. Gerta hap kutinë e Pandorës. Si fillim, Gerta, duhet të lexosh zarfin e bardhë që ka të mirën brenda. Zarfin e bardhë, okej. Të qëndroj këtu ku jam, a? Aty ku je, po. Kutia e Pandorës u hap. Gerta, në obor të pret një person shumë i dashur për ty. Sonte do të kesh mundësin të atakosh për disa minuta. Atëre, Gerta, Gerta. përpara se të shkosh në obor, ki parasysh që duhet të hapim edhe zarfin tjetër, por unë po të tregoj në monitorin që ke përballë kush të pret sot në obor. Shikoje pak. Shvjera ime! Nëna Mineko! O, sa e lumtur jam që ka ardhur! Atëre, zonja Mineko, që është vjera jote të cilën ti e do shumë, edhe nuk e di një shembull shumë i mirë për nuset që duan vjerat kaq shumë si ty, do me thënë ty të kishin parë, nuk kemi përvoja të tilla. Përpara se të shkosh të takosh zonjën Mineko, do duhet të hapësh zarfin e kuq. Duhet të nxitoj sepse unë e di që ajo ka ftohtë. Ska gjë se është me ngrosë, mos e vrit mendjen. Çfarë është e keqja, Gerta? Tani ja, pas çdo të mire vjen një e keqe. Gerta, në këtë moment duhet të dërgosh në televotim 3 banor, pa përfshirë veten. Një prej tyre lë sonte shtëpinë. Atëre, Gerta, ti duhet të zgjedhësh 3 banor, të cilët do të shkojnë në një televotim sonte. Dhe po sonte njëri prej tyre do të eliminohet nga gara. Ke vetëm pak momente për t'u menduar cilët janë... Pak momente se kam hallin e nëna Minekos, edhe mendoj të qoj Rozanën, nga Ertin. Kam 2 persona në mendje. Nuk e dija mund t'i them të dy apo jo?
Duhet të thuash vetëm një, pra 3 në total, the Rozanën dhe Laertin, kush është i 3? Amberi. Po, mendoj që të 3 janë lojtarë të fort në shtëpi dhe në këtë moment që ka ardhur loja, më duhet që të përballë 3 lojtarë të fort në shtëpi përballë meje. Wow. Pra, definitivisht, Rozana, Laerti dhe Amberi. Po, ati ki me vrap? Një moment se duhet të hapë televotimin. Në këto qaste, unë deklaroj të hapur televotimin. Okej, po iki në vot. Mund të shkosh. Rozana Laerti nominim vë që një të folë. Ju, mërë babë që të folë. O, nëna ime! O, të më të rëgjime që ke më të sot! Më të përshë! Më të rëgjë në nëmës! A ju kam për krenara, bjeni mirë me mua. Shumë, në bërë krenara, shumë, ta ka që qaktë, shumë. Mos keftot këtu. Kisha një qikë. Hajde, ullim jati se shmë ngrotë. Hajde. Sa i bukur je bërë, o Zot. Sa i bukur je bërë. Zonja Mineko, mirë mbrëma. Mbrëma. Ja, shiko, aty të ka jo kamera aty. Hajde më këtu. Okej, po ju lë pak të çmalleni me njëra tjetrën, po ju lë pak minuta të çmalleni me njëra tjetrën. Ti e di që Gerta ju përmend tërkohës brenda shtëpisë. Nuk e di nuse që e do vjerën kaq shumë, nuk ishim parë kur. Edhe unë e dua. Më do dhe e dua, më respekton. Dion, nëna Mineko. Uluni Gerta që të mos lodhet Mineko. Se ne i themi nëna Mineko të gjitha nga që ka shumë nipër dhe mbesa. Dhe është një grua jashtëzakonshme. Pse do thuash ti? Se të gjitha shu thonë për pritja se fshirë. S'ka problem, nuk ka problem se dukem këshu. Nuk ka mos e vrit mendjen, se do rregullohem aty. Se do... Sa më bërë shqipin. Sa më bërë shqipin. Do zotat prisja. Ty të prisja. Që të bje, si janë ato me shpia? Të festën një herë, të urej festën e nënës. Edhe t'i gëzuar, 7 marsin. E dëgjove mbrëm kur urova me gjithë shpin? 7 marsin? Po. Faleminderit. Edhe ti qofsh nën e lumtur, e u bësh dhe gjyshe e lumtur. Si ty. Si janë fëmijët? Shumë mirë janë të gjithë. Apo rrinë ke shtëpia? Po sigurisht. Nëse më ke thënë fjallën që do rishë Po tjetër, ati janë. Kam i kur që ti i ke unë e vajta. Ku po flen ke krevati? Glagut? Apo i gridit? I gridit. Si janë ata të dy? Tjatin, mirë janë. Labit, ka një vullnet të pa pare, kur të them të jashtëzakonshëm, vullnet të s'dish si ta shpjegoj, dhe me thënë. Sa më ka marrë marrë. Fëmijët janë mirë, ai kujdeset shumë për fëmijë, si njëra e kujdesh me ngrihet që në mëngjesin, u jenë atë në mbrapa, i pret kur u një shkolla, dhe në palestër të 3 bashkë, me gridin e kemi... Dopsuar pak? Dopsuar një qikë, ka rënë një qikë, Glaku më shumë akoma. Shkojnë në shkollë? Po, pa tjetër. Regullisht? Regullisht. Mama, se Glaku është qikë gjumash në mëgjes. E di, po e zgjojmë. E di se jeti aty ke koka, e di. As më si me rakare. Po ma me babin tim si janë? Mirë, janë shumë mirë, na vinë her pasere. Janë që të gjithë mirë. Gerta, Mel, si janë të marë? Mirë, të gjithë të ndjekin, të gjithë. Ana, dhe me kush nuk të ndjek të tërë fare fisin. Vinë të gjithë. Adelaida, vire Adelaida, të tërmoj, të tërë. Të betohem, të fisi, të kushurisë, dhe ata këtë... Di, shiko, Ledion, nëna Mineko ka dhe Facebook, është... Qa thua, moj? Po. Ama seriosisht. është shumë aktive në Facebook, ka qenë mësuese anglisht e gjatë gjithë jetës. Ua, po pse s'tua ti, nëna Mineko menaxhon ka gjithë to fanpage-et e tua. Nuk është I e gjetëm kush është më në fund. Nuk është çudi, sepse nga gjua
e kupton telefonin dhe është shumë e zonja dhe për të dërguar dhe mesazhe, bën komente. Fantastike. Është shumë aktive si person dhe është shumë e dashur. Është gjë shumë e bukur, është një takim që unë e di që ti e ke dashur, e ke pritur, sepse ke një marrëdhënie të shkëlqyer me zonjën Mineko, e cila duhet t'i urojmë edhe gëzuar 7 marsin, sepse ka qenë një isha arsimtare përpara se dikte në pension e shkëlqyer. Faleminderit. Edhe hiq tani zonja Mineko taksira do duhet të rrini edhe pak pa Gertën. Si ka dhënë akoma të dhënat për fëmijët? Ha, po thuaja shpejt se s'ka kohë këtu në Big Brother, duhet i thua shpejt se i ikën koha. Gjërat kryesore. Shikoj, është një spektakl i shkëlqyer. Po? Një garë shumë e fortë. Po ti duhet të treguash kështu luanesh siç je treguar në këtë garë dhe deri në fund mos lejo njeri që të uli personalitetin tënd dhe të familjes tënde. Lufto për fitore. Faleminderit. Po këtu të ju shqetëson fjalët që na i thon, sepse këtu të thonë një fjalë dhe neve që të dalim mirë duhet ta mbyllim gojën. Nuk ja kthejmë dot fjalën. Kështu që s'kemi ç'a bëjmë. Shiko, neve dim që kjo është një garë, është edhe një lojë. E kuptojmë të gjitha. Është një garë, është një lojë, është një kuptojmë. Si kuptojmë? Tani ne ti na di që ne kemi një njerëz të ngritur që zotën për veten. Si të kuptojmë? Të kuptojmë shumë mirë. Gerta, e di që të dua të rish më shumë, po duhet të kthehesh. Kështu që të ftoj ta përqafosh zonjën Mineko edhe të kthehesh në shtëpi, po ç'të bëj? Si të thoje tjetër? Ke ndonjë gjë tjetër për të thënë? Po duni unë do të ratani. S'm kish par malli. Të gjithë kemi mirë, kjo ka rëndësi. Në shtëpi të gjithë janë. Të gjithë bashkë në palestër ma theat. Të kanë rënë një qik nga pesha. Nuk janë obez, jo, se duke sigur janë obez. Thjesht duan ta bëjnë trupin si që ka Jozi, Aldo. Po, frymzim janë. Labi jotë është me shumë vullnete, shumë aktive. E kuptoj, është i përkushtuar nda jush. Shumë i përkushtuar. Shqyqyr se kisha me rak ato. Jo, shumë. Sinqerisht dhe unë shumë ditem. I ka vëndaj qëllim vetës. Mirë, po... Vetëm ty luftot, eshe qetë këtu ku je, se në ndajna ime shumë mirë. Duke në vrika shumë? Jo, Gerta, jo, po nuk mund të bësh kështu pyetjesh. I duke shumë mirë. Nuk i them që shumë mirë, se ke marrë përësi që zëmë. Gerta, të lutem, vllai mat më kërkon që duhet të kthehesh, të falenderoj. Jo, lufto siç ke luftuar deri tani. Ashtu, zonja Mineko, ti do të qëndrosh aty, vllai mat do të kujdeset që të kthehesh. Kështu që rri prit aty në të ngrohtë. Spektakli është i shkëlqyer. Të falenderoj shumë. Të falenderoj të përqafoj nga studio. Me Gertën si uroj fitore. Do me thënë, doni që ta fitoj këtë. Se unë për fitore ka marrë. A të përqafoj po. Në përqafin dërgoj dhe atyre. Pati. Gerta, mund të kthehesh, do të kujdeset produksioni për zonjën Mineko për ta kthyer në shtëpi, qëndro aty, do vinë tek ty. Vjen buqja me, çdo të shtu. Vjen gjithmonë. Vjen plan, ikin rinë. Shkon shumë mirë, të betojmë. Nuk jeni mërzitur me mua, as një moment. Përkundra, Zima, jam krenare. Ndjeni krenar. Krenar ndjemi për ti. Fatje të kemi pjesëtare të familjes. Po Gritit, qa i thonë ke shkolla Gritit? është i lumtur Griti? Shumë mirë, Griti me 3 vjeta. Miru pafshim. Ua, sa pak, nuk di qa të thuash më përpara. E di, por ishte një takim shumë i bukur edhe shumë frymëzues, dhe me këtë rast përshëndesim të gjitha vjerrat kudo ndodhen, edhe i duam shumë. Okej, atëre, si që dhe kuptuat me takimin e Gertës me vjerën e saj, ishte e mira e së keqes që solli kutia e Pandorës. Në një televotim që duhet them shumë i fort, janë Rozana, Laerti dhe Amberi. Por, përpara se t'ju them diçka që lidhet me televotimin, dua të pyes pak Gertën. Gerta,
Pasi the emrin e Laertit dhe Rozanës, the që ishe mes dy emrave. A mund të di kush ishte emri tjetër përveç Amberit? Gjesti. Emri tjetër ishte Gjesti, por u mendova në sekonda dhe me Gjestin paka shumë e kam provuar, po themi me Zarfin e Zi, e kam kaluar një farë testi, kështu që vendosa Amberin, sepse Amberi është gjithashtu shumë e fortë. E kuptova. Okej. Ndërkohë, do duhet ju them edhe juve, edhe pse publiku është në dieni, që pjesë e televotimit është edhe Valbona. Arsyeja sepse Valbona është pjesë e televotimit e di vetëm Gjesti, i cili, kur kishte kutin e valigjen e tundimeve, dhe kur duhet të bënte dy banor në një, vendosi që të bënte një banor të vetëm, Laertin dhe Valbonën. Pra, në televotim janë Rozana Amber, Laerti dhe Valbona. Dhe njëri prej tyre, që në rastin se është Valbona i bie të dalë dhe Laerti, në rast se është Laerti i bie të dalë dhe Valbona, do të lërë son të shtëpim. Pra, vetëm në rastin e Laertit dhe Valbonës dalin dy, në rastin e Rozanës ose Amberit del vetëm një banor nga shtëpia. Si e prite këtë Laert? Se Valbona është nuk dia të qeshi atë qaj? Ja kam për shumë falemderit Gertës këtë, dhe do shifet në ditët në vijim. Valbona, të paktën për diçka je një me Laertin. Ashtu thua ti? Po jo, në kuptimin, me qënë se jeni një lojtari vetëm de facto dhe de jure, pra të dyja bashkë. Do me nuk e prita këtë, nuk na e keni thënë më përpara. Jo, Gjesti nuk lejoj që ta thoshte dhe presupozohet që juve ta zbulonit vetë. Keni hedhur hinte her pas here, Gerta ka hedhur hinte në fillim, por asnjëri nuk arriti që ta gjente. Edhe Gerta vetë nuk e ka gjetur, do me dhe jeni munduar, po askush nuk e gjeti se kush ishte banori që ishte këthyri. Prisja që ti isha një lojtar me Rozanën, se për këta akuzohemi. E para më vjen Një mirë... 77 ditë, po... Më vjen mirë që ju plotësua dëshira Gertës, sepse të gjithë kohës ka thënë dua Valbonën një shtëpi, dua Valbonën një shtëpi, u çudita kur nuk e zgjodhi emrin tim. Megjithatë fakti që jam në këtë dënim një lojtare vetëm me Laertin, kështu që nëse dalim të dy, nëse qëndrojmë të dy. Okej, që vazhdoni të televotoni, televotimi është i hapur me pyetjen kë doni të shpëtoni. Ne do të kthehemi tek juve pas pak, ju lutem më mbyllni lidhjen me shtëpinë. Ftes portreti i Valbonës. Nuk ka rëndësi, le të dalim, le të rrim, vetëm të jem me Laertin. O zot. Mirë, ka publicitet, qëndroni me ne.